Në sloganin Albania Future Now, Shqipëria prezantoi ekosistemin shqiptar të inovacionit në Slash 2025, një tjetër konferencë e rëndësishme në botë për startupet, investitorë dhe profesionistët teknologjisë, që u zhvillua në Helsinki në datat 19 dhe 20 nëntor. Mes 6.000 startupeve nga i gjithë bota, ishin edhe 8 startupe nga Shqipëria, mbështetur nga EU4 Innovation, Dolap, Katalogim, Lekotech, Paystorm AL, Great Shift, si dhe Teut AL, Medap dhe Avenirs. Slash ofron një mundësi unike për startupet për të prezantuar idetë e tyre përpara investitorëve dhe fondeve ndërkombëtare. Shqipëria po dëshmon se ka një bazë të gjerë talentesh, profesionistësh dhe sipërmarrësish që mendojnë ndryshe dhe që nuk kanë frikë të ndërmarrin nisma të reja. Produktet, shërbimet, kompanitë e tyre po marrin pjesë aktivisht në evente të ndryshme ndërkombëtare për t'u prezantuar tek investitorë të ndryshëm. Këtë vit nuk jemi me 2 startupe, por me 8 startupe, duke krijuar kështu ura bashkëpunimesh midis startupeve, investitorëve dhe partnerëve global. Dhe do të zgjohemi së shpejti me investime që këto startupe do të marrin nga Slash Main Event. Sot Shqipëria ka një ekosistem të mirëfillt inovacioni, ku startupet me ide të guximshme gjejnë mbështetje në programe të ndryshme akselerimi, ku marrin mentorimin e duhur për t'u zhvilluar. Përmes programit Growpreneur, ne kemi mbështetur startupet dhe vazhdojmë t'i mbështesim se si të strukturojnë modelet e biznesit për një përshtat për tregjet ndërkombëtare. Përfaqësimi i Shqipërisë në Slash Helsinki tregon qartë se Shqipëria ka talente, ide dhe energji për të qenë pjesë e hartës globale të inovacionit, se ekosistemi shqiptar i startupeve po rritet e po konsolidohet me hapa të sigurt drejt një të ardhmeje më inovative dhe të lidhur me tregjet globale.